Drejtuesi politik i Partisë Demokratike në Qarkun e Vlorës Bujar Leskaj zhvilloi një takim me banorë në fshatin Armen. Leskaj diskutoi edhe bashkëbisatoi me banorët për problemet e zonës, ku sipas tij banorët vuajnë mungesën e investimeve, papunësinë, varfërinë dhe bregtisjen masive nga rinia. Leskaj u shpreh se banorët e Armenit janë njerëz punëtorë të ndershëm, të cilët janë braktisur nga pushteti qendror dhe vendor. Në fjalën e tij ai ndau pika nga programi i Partisë Demokratike si e vetmja alternativë qeverisë së sot në vend, ku në qendër të tij qëndron individi, qytetari, fermeri, biznesi vogël e i mesëm. Mbështetja për fermerin, rritja e subvencioneve, grantet dhe kredite buta për blegtorin, ulja e çmimit të naftës, dyfishimi i buxhetit për bujqësinë, mbështetje për prodhimin vendas dhe anulimi i projektit të marrjes së ujit nga lumi i Shushicës janë zotimet e Partisë Demokratike. Sipas Leskaj, qytetarët janë të bindur se e vetmja mënyrë për të ecur përpara është ndryshimi. E ky ndryshim fillon me Partinë Demokratike, Aleancën për Shqipërinë Madhështore. Në takim Leskaj ishte i shoqëruar nga kandidatët për deputet të Partisë Demokratike dhe Aleancës për Shqipërinë Madhështore, Atir Hoxha dhe Ridvan Mersinaj, si dhe Romario Meminaj. Ky koalicion në qendër të programit të tij ka interesat të fermerit, të biznesit të vogël, të biznesit të mesëm. Rama dhe nga sekti i tij janë larguar nga qytetari shqiptar, janë larguar nga fermeri shqiptar për të përqendruar vetëm në një rreth të ngushtë të oligarkëve apo të njerëzve të lidhur me këtë sistem. Tu fillon edhe arma jon më e fortë që do kemi në fushat, minimumin jetik. Dhe automatikisht vendoset dhe pensioni minimal që nuk do ketë pension nën 200 euro, pension në veçanti i njerëzve tanë që kanë qenë për një kohë të gjatë kanë punuar në kooperativat bujqësore apo në puna të tjera. Në fjalën e tij, kandidati për deputet i Partisë Demokratike dhe Aleancës për Shqipërinë Madhështore, Atir Hoxha, u shpreh se Partia Demokratike vjen sot para të gjithë qytetarëve shqiptar me një program të qartë dhe i gjithëpërfshirës, ku në qendër është individi, fermeri dhe biznesi vogël e i mesëm. Kemi një kundërshtar i cili tenton të kërkojë një mandat katërt, i cili të jeni të bindur që nuk do të mbrit tek ai. Jam i bindur që në zgjedhjet e 11 maj do ta refuzojnë masivisht shqiptarët brenda vendit dhe ata që siç thanë kolegët janë mbi 1 milion shqiptar që në 10 vitet e fundit janë larguar nga vendi. Ne kemi hartuar një program të plot i cili dedikohet vetëm dhe kryesisht qytetarëve. Patjetër që kjo zonë si një zonë e cila është e dedikuar tek bujqësia dhe blegtoria, ka një program të dedikuar edhe për të sektor, janë subvencionimi i fermave, i gjësive të prodhimit, i kokëve të baktis, por edhe i fidanëve të cilët do të mbillen. Në fjalën e tij, kandidati për deputet i Partisë Demokratike dhe Aleancës për Shqipërinë Madhështore, Romario Meminaj, citoi pika nga programi i Partisë Demokratike për mbështetjen ndaj bujqësisë. Disa pika të programit që kanë të bëjnë më shumë me bujqësinë. E para është subvencionimi që do të bëhet blegtore për çdo kokë bakti dhe bujqësisë për fidan dhe njësi prodhimi, subvencionimi naftës. Nafta do të jetë njësoj siç e merr sektori i peshkimit, me atë vlerë që e merr sektori i peshkimit, ashtu do ta marrë edhe fermeri. Në fjalën e tij, kandidati për deputet i Partisë Demokratike dhe Aleancës për Shqipërinë Madhështore, Ridvan Mersinaj, u shpreh se shpopullimi dhe largimi të rinjve është pasojë e keq qeverisjes së Edi Ramës, të cilën me anë të politikave të saj të drejta qeverisëse, Partia Demokratike do ta frenojë këtë fenomen. Ashtu si pjesa dëmuese dhe juaja dhe unë e vuajmë problemin e fëmijëve, të dy fëmijët e mi ndodhen jashtë në emigracion, si çdo kush e vuan si prindër këtë fenomen, dhe ndaj do lutesha shumë dhe në emër si prind që të punojmë gjithë bashkë që të kthejmë shpresën, na kthejmë fëmijët tanë pranë familjeve.